Definitely. Right now. O çuna po he? Hajde ata. Jemi me Asamblin Amantja. Jo Asamblja, yjet e Amantjes. Jemi me Po i kanë Hajde se rregulloj, jemi me yjet e Asamblit Amantja, jemi me yjet e Asamblit Amantja. Olla, njerë u habita, jemi me Elidon. Më prezantojnë qik me grupin e Valles, fillimisht. Falemderit njerët ju them që Faleminderit dhe juve që erdhën dhe pranuat ftesën, e di që është tight schedule e shumë e ngjeshur si schedule. Shkënaqësi e veçantë ju kem të gjithëve këtu. Kënaqësia jona që na ftuat. Ne u ndodhëm do ditë për një ftesë në Harvard nëpërmjet Ja. E harruam Harvardin se përmendëm, me ishte gjigant. Ajo ishte piknicja do të them. Ja. U përzgjodhëm. Të lutem mbaj çik mikrofonin. Mirë që u përzgjodhëm se tek e fundit është blesim. Ja. Dhe okay, morëm pjesë në universitet për pjesën e traditës, të veshjeve dhe të këngës dhe të valles shqiptare të themi. Kalom shumë bukur. Pjesë Ansambli Amantja është pjesë e një shoqatës Orus, që është krijuar në 2018. Bëjmë një prezantim pak. Ja, kam të dua të dëgjoj po gjithë është fokusuar në art, turizëm dhe kulturë, kryesisht. Dhe Ansambli Amantja është pjesë e kësaj shoqate që merrem me pjesën e folklorit, traditës. Tu jemi një treta, një çerek e pjesë ansamblit, ansambli është i kompletuar në kuptimin e plot rreth 35 flas të mëdhenj, sepse kemi grupin e fëmijëve që është diku te 30 fëmijë, që ne mundojmë siç e përmendin Azifi. Dhe kjo është orkestrina brenda, është këngë polifonët, këngë slabe, është valltarët, ka dhe këngëtarë. Shumë pra një ansambël, ansambli një përmbledhje të gjithë. Këtu jemi një pjesë, në të filluar se na kanë rënë lesht rrugëve të Evropës. Se ka me mua, prandaj nuk do të na Ore me ty e kanë të gjithë, Ne nada pa i mbjell akoma. Ardi Ibrahimaj, është valltar, Amel Tahiri, Vasiliana Sali, kemi Endri Ibrahimi, Ardit Çela që edhe këndon, po kërcen aq bukur Ardit i ore që përveç pas gotës së tretë kalon në vallë. E lë këngën. Eritan Shaka që është pjesë e këngës temi. Pra, jemi një pjesë shumë e vogël, sepse edhe mundësit për të ardhur, sepse larg, Amerika ka shpenzime. Me mundësit tona, sa të mundi, sepse kënaqësi e madhe që të ishim këtu. Përveç pjesë e Harvardit, rastisëm dhe uftuam te pritja e presidentit të Republikës së Shqipërisë, që ishte te çunat e posturit. Ja, më pëlqeu jashmase. Pra, bëm ato pjesën tonë siç kemi bërë ndër vite, Kjo është pak a shumë një rezume e vogël e këtyre ditëve. Ne u kënaqëm, nuk e di sa i kënaqur juve që Jashmase, man. Shikoj të gjitha, asamblet ose të këngëve valleve dhe valle të ndryshme, po kur shikoj që kërcejnë Osman Takën, nuk e di, ka një tjetër feeling, ka një tjetër ndjenjë, ka një sikur të një emocioni pa parë, nuk e di, vetëm ato tinguj. Është një valle e veçantë. Gjithë tradita shqiptare është e veçantë. Ne kemi lëvizur ndër vite në festivalin kombëtare ndërkombëtar. Dhe folklori shqiptar është i veçantë. Ka një shumë vështirësi, ngjyra, të themi, valle po, kënga lapse ose polifonia që është edhe bërë nga UNESCO. Por i kemi shumë vitale, shumë me energji, shumë tregojnë. Ajo rrjedh si pasojë edhe sepse tradita dhe kultura shfaq jetën, Po. Gëzime, jetëlime. Dhe kurse për Osman Takën është valle veçantë, historia nuk e di dini apo jo, e valles Osman Takës. Po, që e kishin me pak, domethënë, E dëgjova. jo, nuk dua ta dëgjoj. Me dy llafe domethënë. Ja, me dy llafe. E di që ishte edhe kërkonin ta pushkatonin, ja. Po dhe për dëgjuesit, se e di unë, po s'jam unë, e ke vëz. Në kohën e Turqisë që një nga detarët shqiptar, ishte nga ata kaçakët, thoshte nga turqëve, kapën e dënuan me varje dhe kërkesa e fundit që i bëj çdo ditë në kërkoi të kërcenin një valle. Kërcenin një valle. Normalisht kjo valle që kërcenin në zonën e Konjistorit,
pjesën e çambërisë. Ja. Dhe kryesoi vallën, ja dhe plotson dëshirën dhe trupa e Kadiu Turk që ishte atje, nga që i pëlqeu dhe u mahnit nga kjo valle, i kërkoi t'jali t'i falte jetën. Dhe ashtu ndodhi. Dhe që nga ai moment kjo valle mori vallën e Osman Takës, që ishte pikërisht Kaçaku. Valle e veçantë, do të thënë. Kështu që shpjegohet dhe ai feeling që the pak më parë që kurse edhe Osman Taka jep një feeling tjetër. Është historia që qëndron mbrapa valles. Po, në faktikisht sepse valli i Osman Takës ka shumë dhe nota të tjera përveç se nota artistike e lidojnë Histori më vetë. Po. Tregon dhe atë elegancën e valles Çame të Kërcyre. Për kush do që je një vallën Çame, në çdo vend që diskutoj edhe për elegancën që ka valli i Çame. Pra këto janë gjithë ato elementë të përmbledhur, të cilët japin feeling ose atë ndjesinë e mirë publikut kur e shikon dhe ndjek. Diçka e bukur e veçantë, shumë e veçantë. Po tek parti që kishim që ishte edhe presidenti, kishe kërcyer ndonjëherë përpara presidentit? Jo, para Kishim edhe governatori, ishte edhe para këtij presidenti s'kemi kërcyer. Jo para Po shko se pash kishe çike emocione atje, Jo, janë emocione, atëre ne Çdo herë që në skenë kemi emocione. Është do të gjithmonë është e pashmangshme. Domethënë e përjetojmë sikur është hera e parë. Gjatë gjithë kohës, pavarësisht se ne kemi eksperiencë, pothuajse ne të tre që jemi këtu jemi nga më të vjetrit, kemi mbi 24 vite që vazhdojmë dhe tek ansambli. Me grupet të ndryshme, Derisa kemi arritur kjo pjesë. Ku jemi këtu? Derisa kemi krijuar, kemi mbledhur forcat edhe kemi bërë këtë ansambël që jemi tani, edhe çdo herë që ne dalim në skenë është eksperiencë e re dhe gjithmonë ndodh ajo pjesa. Ato emocione, është president ose është një Publik i thjeshtë që Në çdo vend, domethënë përpara kujdo mund të jemi, domethënë është gjatë gjithë kohës është ajo emocioni. Megjithatë kishte diçka më tepër se diaspora shqiptare në Boston, në Amerikë ishte era parë që ne ishim pjesë që vinim në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe era parë që performonim në diasporën shqiptare në Amerikë. Normalisht këto përmblidhen gjitha dhe janë emocione të veçanta. Pasi neve pam që këtu ka dhe një diçka tjetër, ndryshe nga shtetet tjera ku ne kemi qenë, që kemi takuar pjesë diasporës tonë, na u duk më emotive pjesë shqiptare të Amerikës, më të përmalluar. Po kemi ashtu është, janë shumë më përmalluar. Po përmalluar. largësia, po shko, po dhe shpenzimet, të vish nga Amerika në Shqipëri, ti jesh familje 4 veta, do vetëm bileta $7,000, olla $8,000. Plus të tjera se bepe qa ke tjera po të vesh për vacation në Shqipëri për shembull apo gjitha, kurse këtu Jo, ju na s'kemë kuponi biletat nëse- Sa herë t'ju marri malli, na kuponi dhe ne vim. i rregulloj. Ju kënaqim ju për 3-4 vite. Po pastaj- kush është një në grup se ti e di shko. Kush është një në grup që bën gabime në prova por në skenë sille sikur është yll ndërkombëtar. Fol, se Jo. mbaruar në emocion. Shiko, ne provat i bëjmë shumë thjesht, shumë kështu duke qenë se eksperjenca jonë është e gjatë edhe. Po duke mësuar këta të vegjëlit na njerë ne si themi, nga që i dim vetë dhe na duket sikur dhe ata janë si ne edhe i lëm provat kështu, po kur dalim në skenë atëherë kjo pamja jonë ndryshon 100%. Thonë ti mund të kesh një hall në familjen tënde, ke streset e punës sepse kjo punë që ne bëjmë është pasion, nuk është puna jonë parësore. Ne nuk jetojmë me këtë punë. Fare as Asnjëri nga ne. na qeveria na gjë. Ne jemi në punë private të gjithë në punët tona dhe kjo punë është vetëm pasion. Po edhe kohën si e jeni. Shiko, më falë se vetëm në Shqipëri koha është pa lehtë. Vetëm te ne, kështu që Ne këtu e kemi kohën kushton gjejmë. shumë valla. Kjo na ka ndihmuar që të jemi Koha bashkë, është- se nëse do ishim këtu ku jeni ju, nuk do kishim kohë. Prandaj nuk son kot, një Po. ditë këtu është 2 ditë në Po. Shqipëri. Absolutisht, dhe tek neve, sepse pavarësisht se janë dhe pak me nota. Humori është çështja e pasionit dhe dëshira e mirë që ne kemi Që na mban gjallë. për të qëndruar këtu. Sepse Edhe me ju po- llogarisim kemi 22-23 vite që merrem me këtë gjë, kemi profesionet tona, kemi punët tona dhe në fund fare
kur duhet mblidhemi së bashku për të bërë prova se të përgatitemi për një aktivitet, Lëm çdo gjë. lëm çdo gjë që të merremi me këtë pjesë. Domethënë, gjëja më kryesore që na bën të bashkuar është pasioni që kemi për kulturën, për traditën dhe për gjithë historikun dhe e vendit tonë, e folklorit tonë. Është dhe një miqësi shumë e mirë e cila na bën së bashku që jemi dhe Po, jemi pjesë e Këtë pyetje e bëra se me Lidonin ishim dhe në makinë po diskutojmë se që jam dentist, jam doktor, stomatolog. Bizi tërkon. Para disa vitesh, sepse okay dhe atje mentaliteti filloi në shoh, më thoshin miqët, po mi ti doktor, si vetë kërcen në skenë bishash. Kush kupton. Kur e ke pasion një gjë, është një pjesë, më thënë, aq për tepër të tradita, pjesë e kësaj. Po duhet të thoja për pjesën e mbledhjeve, sakrificës, domethënë. Të gjithë janë në punë, dhe thanë edhe shokët. Por kur vjen momenti mblidhemi të gjithë. Dhe keni gjë parasysh që na mban ky pasion, sepse nuk ka as mbështetje nga shteti. E suportoni vetë gjithçka. Shumicën e rasteve po. 2-3 vite e fundit, kur janë disa rrugë në një Janë të papërballueshme e Amerikës. Po ja. Këtu na ndihmuan bizneset, sponsorizime, dashamirës. Ja, tamam, dashamisit. Nuk arritëm sepse edhe kohë e marrjes së vizave dhe ftesa ishte shumë e shpejtë që edhe bashkia ku ne jetojmë që mund të ndihmonte sepse edhe aty ka procedura normalisht. Po të paktën përgjigjen bizneset dashamirës. Dhe që mundëm, një pjesë, pastaj një pjesë Bizneset në Shqipëri apo në Shqipëri. Edhe është momenti t'i falenderojmë, Po, patjetër. Ishte vërtet Dhe me emra. Po, sali elektrik, Kral Hotel, kemi Nova Carpet, Big Markets, me disa individë të tjerë, Serena, por ishte vërtet Kemi ca sponsora, fale Lidon që t'i them, kemi ca sponsora që edhe kur na sponsorizojnë nuk duan fare që të Nuk duan që të jele. janë okay, me ndjenë dhe ajo është gjë me bukur, domethënë unë e kuptoj dhe mirë kuptoj dhe njëta gjë domethënë. Por kryesisht vetë, sepse të mbledhësh mjeshtrat që ju kishit pak më parë këtu, që janë pensionistë. Ata e ka me pasion se ka një të tërë, të përgjigjen kësaj trupe, sepse normalisht vërtet jemi një trupe bashkuar, po ka dhe detyrime në një mënyrë, detyrime, them, në ansambël, që do vishte bësh prova, 3 herë në javë, po koha është edhe pse aty nuk Po pas provave do ulemi, do pim një kafe, një godraki. Po se ashtu filloi. Po këtë të përjapshme. Pra, edhe më parë tha dhe Silja që jemi si një familje, në kuptimin Andi Mamelin po edhe Silja. Keni studio tuaj në atje? Keni kështu sallë? Atëre, para disa vitesh mundësuam të na jepni një pjesë të Pallatit të Kulturës, ka qenë një sallë e vjetër. Gjë e mirë shumë se Investuam vetë, sepse ishte rrëzuar. Ne bëm vetë. po të paktën s'keni kështu, s'ka kështu është pa pagesë nga bashkia, ju ka gjetur një. Do kemi me ato me një lloj kontrate. S'ka gjë, po marrëveshje gojore, dhe në kuptimin që okay, përgjigjemi dhe ne me qef që atje. Po jemi zgjidhur në atë pjesë, të paktën aty nuk kemi probleme deri. Po mirë, atë paktën pas kanë bërë diçka diçka, kanë bërë, po të paktën ja. Jo. Ai sa kanë mundur na kanë suportuar. Po gjë e mirë fare, ja. Pavarësisht se ne kemi investuar vetë, domethënë duam ta përmendim edhe këtë pjesën që ne kemi investuar dhe po e mbajmë vetë me forcat tona, kush më shumë, kush më pak. Kemi investuar që kemi ngritur, kemi bërë një ambient të këndshëm, qoftë për triturit, qoftë për fëmijët, domethënë është një ambient tamam kulturor, domethënë është tamam një studio artistike për pjesën e se cituat më parë që i ka dhe fëmijë 14-15 vjeç edhe duhet të ndihen safe, si thonë në një ambient të sigurt. Ne kemi një fëmijë që nga 3 vjeç që shumë gjë e mirë. Edhe deri tek
më i madhi që është. Shtarit dhe sa. Nazif apo vendi? Jam një muaj më i madh nga njëri tjetri, më duket se Nazif. Po valli, e di çfarë doja ty pyesja Elidon. Po me edhe çunat, kushdo që të përgjigjet. A është valla e sot art që ruan identitetin apo është kthyer në performancë për të pëlqyer nga të tjerët? Këtu ka shumë për të folur, që do të thotë. Përmendëm pak vallën e Osmatakës që është tipike si shumë valle të tjera, ëh. Ne në ansambël nuk është se bëjmë vetëm vallet e Jugut, bëjmë vallet të Tiranës, pra të gjithë Shqipërisë, të Kosovës. Pra e ndjejmë dhe e bëjmë. Mundohemi të ruajmë identitetin, sepse si dhe kënga që është turbo folk, si dhe tjera Se i kam dëgjuar shumë, i kanë jashtë mase. E kanë bërë Është kthyer për biznes. interes monetar. Kush tërhiqet për shembull në përdasma apo në një eveniment edhe fillojnë i bëjnë më është bërë, domethënë po kthehet për pjesë monetare, më shumë është vënë në funksion të pjesës monetare. Dhe si çdo rrymë, vlen të përmendet, më falni, vlen të përmendet që ne jemi të paktën në Vlorë, grupi vetëm që nuk jemi përfshirë në pjesën e eventeve jashtë private, siç Në mund dasmë. për mos të transformuar, për mos të bërë dhe Shkruajmë atë Kishemi të ruajmë tabanin e gjitha Tani valleve. ku ka Das Martini dhe unë kam shok, ftoj grupin tim dhe Ashtu bëjmë po, performancë. me një- Ja. Po jo, Që qëllimi ta jo kthejmë- kryesor që ne të bëjmë një agjendë do jemi në Për të fituar lek. dasma Se të muaj. mi kuptoj dhe ata që bëjnë të punë, por kur merr pjesë në gjëra, fillon edhe transformohet. edhe humbet gjatë tradita, rrugës, baza, ndër vite apo? humbet Për baza. shembull, Ja, marr një sens. rast sepse folë edhe për vallën e Osmatakës. Valla e Osmatakës është gjunata prekësh. Dhe ansambli i shtetit që me të drejtë takon që bën koreografia dhe sepse Ja. po karakteri ruhet. Osmataka nuk mund të kërcehet me fiflak e themi ne, me të ngritur këmbën se është vallë burrore, ëh. Ka arritur po 2-3 element deri në një televizion dhe shikojnë një i Veriut ose një i Kosovës, shikojnë një valle e kërcyen në të mënyrë do ta bëjë ai dhe gradualisht në vite ajo valle transformohet, ikën nga identiteti. I shtohen element dhe humbet origjinali. Flas për vallën e Tiranës, po. Flas për vallën e Propojës. Ishim bashkë në makinë që po shkonin për tek hoteli e përmende pak vallën e Osmantakës dhe the po përpiqemi për në UNESCO. Për ta futur në UNESCO bashkë me Çfarë pune është bërë? Keni ngecur atë? Jo, ne jemi një të tërë dhe kur vjen problemi, më thënë gur, është ka marrë përsipër Bashkia e Kondispolit, mos gabojmë me kryetarin atje, sepse pikërisht nga ajo zonë ne kemi ndihmuar me materiale, me ndihma të vjetrit, sepse okay, ajo ka një dosë. Dhe është në procedurë, si kuptohet ajo do kohë. Ato ka të kode veda, se do në procedurë vetë. Si shu vë xhubleta, që arritëm Polifonia apo epoka nga laftë. Na i vodën në serbët lautën, po u treguan me ka momente të dobta, ose ka dhe ata dikush më shumë e dikush më pak. Se punë lobinj është kjo. Po ne u morëm. Ne u morëm me kush. Kështu që ku do fitosh, jeta s'është e drejtë gjithmonë. Dhe është menduar dhe po punohet nga një grup vërtet për që valli i Osmatakës të shkojë, sepse edhe grekët e kërcejnë valli i Osmatakës, edhe bullgarët e kërcejnë, edhe ata thonë valle Çamiko, edhe pse nuk e njeh se shkonim shpesh, Kështu që me që po marrim të valle, Kështu që shpresojmë që të fitojmë. Po mos jemi mbrapa, duhet vepruar shpejt. Edhe faktet historike, nëse Lahutën dhe pjesa e mund të kanë mundur të sajojnë. Te valla Osmantakës, se e kërcen greku thotë është e imja, po thotë Osmantaka dhe e kërcen edhe këtu? Nuk ka Osman. Ne jemi. Se është musliman, është Kështu që një element i vogël. Ne i munduar jo vallën të vallit e Jugut, se ne kërcen vallën e Jugut, vallën Labërishte, që është tipike e vallë Vranishtit që themi. Po edhe vallet e tjera të Shqipërisë së Mesme, të Kosovës, të Librazhdit, të Korçës, tani na kujtoni shumë se pushim mos sa kemi përcjellë sa do përcjellë. Po gjithmonë duke u përpjekur të ruajmë identitetin dhe si janë të gjitha elementet racionale të gjitha zonave për të cilat neve kërcejmë. Domethënë, një veçanti e ansamblit është që përgjithsisht përpiqemi që në gjitha performancat tona, gjitha koreografitë e reja që bëjmë, të jetë çdo gjë autentike pa u ngatruar lëvizjet apo elementet e një zone me një zonë tjetër thjesht për të dukur e bukur. Preferojmë që publiku të na shikojë dhe të na pëlqejë, siç thamë për Osmantakën, të bëhet ajo ndjenja, ajo feeling për shkak të performancës të bukur dhe të historisë ajo mbar, jo që publiku ta pëlqejë për shkak të një figure ose një lëvizje që ne mund të bëjmë që
që mund të jetë për qyshme për momentin, por nuk mbarë të njëjtin emocion. Devion Nga baza, nga e vërteta, ja. Kështu që deri tani jemi mirë në këtë pjesë. Po çuna po ju më të martuar? Pyetje jashtë teme. Do të mblesarit tani në një pushim. Jo, jeni të martuar. Po se keni ikë një javë në Shqipëria, keni lënë grada ndeja, qa, unë 2 ditë i ka këtu, 2 ditë i ka këteja plako në 2 parti. Ore qa bërë, unë 2 ditë i ka që nga një parti në tjetër, atë i thashe i donit kur isha në makinë. Ore si u lënë orë, formulën orë. Jo, shqyri kam djali me vetë. O djali, mashallah ta kesh me jetë. Sa vjeç vëlla? 20 kam qurim, 22 kam qupër. Ne momentalisht jemi beqar, po dhe po të ishim të martuar, partnerja bashkëshortja do na mirëkuptonte kur na pranonte që kemi ne këtë. Kemi një gjë të bukur ne që kur u thonim kështu me grupin edhe donim të merrim për shembull Elidonin disa rrugë ka marr bashkëshorten edhe unë vllajin apo ky një kushuri edhe gjithmonë thoshim po atë për çfarë ta marrim, ai do mbaj flamurin. Kurdo që ishte do të jesh grupi po pjesa jona, i linin të bante flamurin në tabelën e fillet. Në këto gjëra ashtu që ka vend për gjithë. Edhe kur ne kur marrim ato tona, do t'i marrim aty. Do mbaj flamurin. Ua më grinoj, ku prap parti sote, prap sote, po dalë. Sot e ke ditën Do të ngarkuar. Ja. Jo, po shiko, edhe Ti e vetëm ne jemi shumë edhe juve që ka marrë në shtëpi na bëj këtu parti, prapë që vendosemi. edhe ju që ju hidhja kur mora vallën tënde, Elidon që e hodha në Facebook, e ke kur të ishim tek çunat e Boston, që i falenderojmë. E ishte kënaqësi e veçantë që ishim atje edhe e hodha me vrap, thash, dale që demek ja, këtu jam. si kështu, si shiko tashi, justifikim. S'ka, nuk e pse shkruan gjë, vetëm vë foton atje ku je. Vajtëm tek te darka atje që ishim tek edhe Stenevioli sa pa. Ja 2 foto. Po thash dale ça formule kanë valla, kanë. We need help këtu. Do të jap një këshill që më ka dhënë mua. Kur të vesh në vendin tilla, bëj 30 foto, 20 nxirje, 10 mbaj për një diçka tjetër. Diçka mund të justifikohesh. Kështu, po që na ka marrë të dal nga kjo e vaz, na ka marrë malli për Vlorën e çuna. Sa se ne fjerakët. Vlora po transformohet, domethënë, po bëhet nga dita në ditë po ndryshon. Shpresojmë të bëhet më e bukur akoma. Sepse s'është vetëm Vlora Blonjate, është gjithë Shqipërisë. Edhe fjerakëve. Ne sa e linim punën me baban, që të thash, tek makina, 20 minuta fjerakët kanë pas jonufri. Ne kishim semanin 19 minuta, 15 minuta kishim semanin. Mbyllim punën çaj kishim me plakun, se ishte mekanik, kishim një servisin ton. E mbym plaku, babai si ishte i lekut. Kapte atë çka kishte në mendje, e ke parasysh kaq lek dali për familjen, e ke parasysh mbyllen ora 2 se behari. Saç dielli jo po çka atë në 100. Do të bëj një pyetje. Cila është gjëja më e bukur që ka fjeri? Shajo, tabelën që thot Vlora këte. Qa këtoj, se dhja. Po pse qa, 50 vjeç kam lindur? Si që më dha njërë qupa se gallata që fyre me që po bëjmë, qume kam 22 vjeç që është në kolegj, graduat të vit edhe tani për një muaj. Faleminderit. Se qa i thash i bëra një metafor, nuk e di për një diçka. O ba tha, pse e thua këtë që të them të vite ka jo që s'kam lindur 50 vjeç. O tha, më thot mua, i tha, ba, po kjo pse e the kështu? Po jo me se s'katër, se e marrin shumë me rëndësi dhe shabëm me shumë me rëndësi atë që i thash unë, i tha seriosit. Po është metafor, i thash me të keqe babi. Kështu që pa. Pse baj, diti metaforën? Jo, babi budalla, thash. Po babi 45 ka lindur, i thash, ka 50 s'ka. Kështu, po Vlorën e kemi pasur, unë rria gjithmonë tek Lia, prindrit në Jonufër me familje. Edhe në Kem Hecja në Zhiron. Zbrisim atje poshtë. Te guri atje gjithë dhe shime kokë, ishte kënaqësi e veçantë.
O çuna po është kënaqësi e papare Lidoni, falenderoj. Na- Edhe na- mos na na- harroni, hajdeni prap. Shpresojmë dhe ne që të kemi. Ja, kësa edhe metoda, po na tjetër. Po Harvardi është gjigant, edhe Ishte vërtet, me që gjej rastin, unë nuk e dija, unë isha në punë Shumë aty, nuk kam e qenë kanë mua ditur. aty. Po, Altin shumë nuk e kanë ditur. Ata e kanë prezantuar dhe ai Faton Limani e ka prezantuar dhe gjithë dhe Vatra e ka prezantuar se unë jam në kontakt, po edhe në Violis më tha vetëm kur më thiri. Mund të ketë Ishte, mas e ka kaluar, a nuk e kanë parë, do prezantohen kostumet popullore. Po. Edhe thash do prezantohen kostume popullore edhe s'po mbas ditën e punës, isha mua aty afër isha. Juve ju njofa bashkë më duket se kemi bërë muhabet, e shkëmbion mua në telefonit. Aty e kam marrë vesh te çunat, e ke parasysh. Po. Mentorin e kam këtu, mentorin e Vatrës, është në fund të rrugës. E ka shtëpinë, edhe më ftoi, po nuk tha për presidentin e për këto do bëhet një si kështu sa dhe nuk e Jo, dija. na Domethënë jam këta nga erdhën thashë, Kjo kush ishte- janë mora infon me ty edhe thash nuk e dija. Që ndodhi shumë shpejt. Po Me thënë dhe nuk patëm kohë të organizoheshim të bënim lajmërime. Megjithatë ne jemi në diskutime, atë që po flisim që grupi është shumë i madh, që të realizojmë diçka shumë më të madhe për gjithë shqiptarët që ndodhen Dhe këtu. veçantë që të Dhe mbetet. pjesëmarrja Ja, jetë me bet- kompletuar. me Mund kompletuar. të vi për vit deris, ata Kështu në që jemi duke u përpjekur për këtë gjë. Ja. Ose në një festival ose diçka tjetër. Festivali filmit bëhet Të filmin kemi Ja, po u bë vjet. E ke kështu, domethënë. U bë vjet festivali filmit, më duket se do bëjnë dhe si vjetësh. Bujari Alimani që ta përmenda bujarit që e kemi pas këtu, është bujari është Çamëri në New York. Për shqiptar, shën si ka dhe. No, po se bë muhabet bashkë në makinë, ja. Edhe kështu, po edhe Fatoni. E Fatoni Limanit që është në Harvard, është e shkëlqyer fare se i bëhet një vlerësim shumë i madh të gjithë artit, i jepet zë dhe në një sken si Harvardi, në një, e ke parasysh? E tha dhe Ameli pak më para, po dhe të gjithë se kemi qenë kështu, domethënë një javë deri ftes nga Edira, ajo e Tradita popullore. popullore, Që merret me medallat, pjesën me e veshjet, kosmografisë. Ja. Dhe pse, okay, e tha dhe pak më para që mora vesh për veshjet, po nuk ja vure shumë rëndësinë, sepse kur bashkohen shumë element bashkë dhe diçka të më bukur. Kupton se këngë dhe valli jam të mbushin. Ja. Dhe ka ftesa 3 javë para eventit. Dhe për ne ishte pabesueshme. Ishte, Që domethënë, mund ta kapnim Pra si aq kohë, domethënë, i Domethënë dërgom, ato se nuk kishin viza, nuk na është dashur ndonjëherë dhe normalisht Ishte fati mas edhe në këtë situatë që e ka bërë ky i malli jon bosi. Trumpi është bërë çiklej. Kërkon në ambasadë atë procedurën e përshpejtuar, na afruan të premten të mërkon me vizat. Ne të shtunit të ishim këtu, Dhe për 2 ditë domethënë. 2 ditë. të mërkon na tham po. Vizat janë Dhe të njëjtë vetëm dokument atë pasaporta në orën 4 mbas dite. Dhe janë për biletat Biletat- një ditë para nisjes. Prapa atë ditë të njëjtë dhe të premte fluturuam, Që erdhëm tu datë 24. Pra ishte në limite çdo gjë. Ishte, ja. Po kur ke shpizën e pasur. Po ishte fati ishte jonë, fati jonë. Ja. Çdo gjë domethënë kështu. Po dhe fati im, jo vetëm fati juaj, që t'ju kisha këtu. Faleminderit shumë çuna. Do Është të kënaqësi. bëjmë një thirrje për gjithë shqiptarët. Ja, pse jo, ja. Sepse Çdo gjë. ato plane që ne po diskutojmë, e mira është që këtu do të bëhet një festival i përvitshëm, që të kthehen traditë, që të ketë i shqiptarëve datën e tyre. Nuk e di ndoshta të gjitha ata që na Për të ndjekin- Ustrës keni dëgjuar? Si s'organizojnë, jo. Në Ustër vinë- Ustër bëhet gjigant, po bëhet 20.000 veta, kalojnë crazy çmenduri njerëz. Ata 1-2 vjet bëhet një festival. Bëhet njërë në, domethënë every other year, një vit po një vit jo. Ke bërë, po isha, unë s'kisha qenë asnjë Vitin 27 tjetër është radha, vjet, sepse më vitin thanë që tjetër po, është radha. Ma thanë këtë. Kush ishte këtë vit? Ishte Davis Gjerau, domethënë jo këtë vit, domethënë Vitin në që Behar, shkoi, vitin që shkoi. Kush ishte tjetër? Ishte Davis Gjerau. Mos Shko, ideja jonë është që duke qenë se ne jemi te pjesa e folklorit dhe okay, mund vi një këngëtar, po përgjithsisht ajo që folëm janë te pjesa e biznesit apo e punës që e kanë punë. Ajo që ne dëshirojmë është që Festival folklorik jetë tjetër. një festival folklorik. që Që të jo të e të paguhet zgjidhet dhe jo të jetë biznes pjesa e organizimit, po të jetë tjetër thjesht për kulturën. për kulturën. Që
do me thënë, nga gjithë Shqipëria të vinë 5 grupe, një nga Vlora, një nga... Po edhe në Amerika, kemi në Michigan, kemi në Illinois, kemi në Florida, kemi s'po kujtohen tani, po Kryer ky festival gjatë bën diçka, zgjedh një zgjedh një shtet për shembull, si jemi në Boston, zgjedh Bostonin, pse jo, po i zgjedh ja kjo që të the ti kjo ide e bukur fare. Këtë vit le të bëhet në Boston për shembull, vitin tjetër New York. Dhe jep dhe mundësinë të gjithëve që mblidhen, shikojnë me këtë sebeb, dalin dhe një çik, takojnë dhe me njëri tjetrin. Politika asgjë tjetër, atë që bën arti dhe të bësh faktor nëpërmjet artit të shtetit tënd është gjë më e bukur, ëh. Po e bëjnë grekët, po e bëjnë serbët, po e bëjnë gjithë tjerë. Pse mos ta bësh? Të dielën ishte parada greke në Po më thatë se folëm atje. Ja. Okej, ne bëjmë tonë, le të çabon të tjerët. Ne të bëjmë atë minimalisht. Ka mundësi. Po kjo është ide e bukur. Ti e solle, po unë e shtova që të bëhet gjë e bukur. Po. Ne kemi mbledhur shumë në të gjitha vendet e Evropës, të Ballkanit, po që fëmijë. Dhe ajo që ne bënim me grupet gjatë 6 ditëve, 7 ditëve që ne ishim, një ditë ishte shkëmbim kulture. Që do të thotë, unë mësoj vallen tënde dhe ti mëson vallen time. Kur erdhëm këtu në Harvard, ishin disa grupe që jetojnë këtu. Dhe ne po bënim prova, se ne para çdo performancë jemi me skenën ku do kërcejmë. Normal. Aty ata po na shikonin dhe nuk e dinin që ne kishim marrë nga Vlora, dhe thanë, kush grup jeni ju këtu që po kërceni kaq mirë? I tham ne që ne nga cili Ja. Edhe këto grupet këtu vërtet janë grupe shqiptare, por duke ardhur një grup nga Vlora, një nga Tirana, një nga Tropoja, një nga Durrësi, një nga Librashdi, këta bëjnë një gjë që ai mund të vjedhë te unë një element që ai vërtet nuk ka ku të kushte ja mësoj. Ja. Një ditë para shfaqjes që mund të bëjmë, ne mund të shkëmbejmë për shembull, unë kam një lëvizje dore që ai mund të ma vjedhi. Kam një lëvizje këmbë që mund të ma vjedhi. Edhe këto pse janë dhe këto se u bën të veçantë. Okej, se si te këngët për shembull, se humba për si te këngët i vjedhin lulet njëri tjetrit, e ke parasysh si e bëri këtu si e bë. Të gjithë kërcejnë. Ajo që na bën të veçantë janë, ajo që na bën të veçantë janë ato lulet që ne bëjmë. Dhe këtë gjë mund ta vjedhin, mund ta shkëmbejmë me të gjithë këta shqiptarët që kanë grupet këtu. Ja, shkëmben me njëri tjetrin. Po ajo është gjë shumë e bukur. Them prapë tek ajo e festivaleve dhe jo të bëhet gjithmonë në Boston, kjo që the ti. Të bëhet, po njërë në Illinois, njërë në Florida, njërë New York, të lëvizësh. Ajo këtë vit është, po edhe sikur mos bëhet vit për vit, sikur njërë në 2 vjet të bëhet, siç bëhet ajo Ustri, të bëhet më e madhe. Edhe në të gjitha, në Ustër bëhet gjigande, me food trucks vinë tërë këto bizneset shqiptare që janë huge, shumë e madhe, 3 ditë dhe nuk pushon. Është gjigande, do jetë gjigande, po imagjino të shkosh në rang Amerike, të lëvizësh në përsa që fantastike është. Se këta i kanë edhe në Illinois, i kanë, ka është një grup i madh, ka dhe grupe valltare, ka dhe Këngës Labe, kur u krijua në Kanada, u krijua e Këngës Labe, u krijua grupi Lab, sa ka 6 muaj, 4-5 muaj, diçka e tillë ka. Kështu që këto janë, do thonë, se të flas për artin e vallen, për kulturën, për këngën, ne e kemi kurrizë dhe ndonjëherë harrojmë të themi ndonjë gjë, po sepse e bëjmë për dita, do të thotë. Por të mirat janë të organizimet, aq më tepër diaspora, ha? Do jetë diçka fantastike fare. Janë materiale që realisht ne për shembull mund t'i kemi risjell që Okej, sepse mund të marrim elemente po. Para 3 viteve ishte në festivalin e Gjirokastrës. Po, festivali i Gjirokastrës ne morëm. Unë ëndër e kam, keni qenë te festivali i Gjirokastrës, ëndër e kam. Ndalë një valle të vjetër. Bëhet tek Kalaja bëhet tek Kalaja. E kam ndjekur se na e kam futur se gjyshen e kam pasur, ishte edhe xhaxhaj e qanin Këngën Labe, po gjyshja njerë e qante. Me valle, polifonia me këngë. Dhe jam rritur, e ke parasysh jam rritur në shtëpi tërkohën kur mblidheshin për një drek, një darkë që sebepet e familjes, e ke parasysh siç i kanë tërë. Do kërciste kënga? Tash i kthehemi te Bostoni si ju duket.
Ai mos më thoni llafet mira, si ju duket Amerika, jo Bostoni, Amerika. Tash i Bostoni, se Bostonin keni parë. Ku vjen për herë të parë në një vend prap gjë e re të duket e bukur, ëh. Ne na patëm fatin që me miqe na çohen në Boston, në shëtitëm. Amerika është Amerikë, so. Merë iki, një kodëm. Ne kemi Amer dhe Rita. Por Boston ishte shumë i bukur, sistemore. Modeli, porti, ajo rrugët e bukur atje. Se Bostoni ishi vjetër. Dhe unë mirë. Po edhe këtu në pjesën e Denver që ishin këtu, shumë qetësi. Dhe të bukur e bëjnë njerëzit, nuk e bën thjesht natyra. Janë me edukat, kështu me please, thank you, këto gjëra. Se ke filluar në Shqipëri dhe thënë faleminderit, të lutem, ne kemi mos na ul fare atë. No, e kam në këtë kuptim. Të kuptoj se bëj shaka. As se diskutoj fare. Është vendi im, I love e dua vdes tjetër ashtu. E ke parasysh se of course është se as diskutohet integrohet robi. Ne kemi bredhur tër dynjan, do të thënë shqiptari është gjithandeja. Ska kudo që të vër hartën kështu vër gishtin ke shqiptarat e kudo. Kjo është një kulturë që ne me kulturën amerikane jemi njohur se kemi shumë vite që ndjekim filma, do të them kinematografia, na ka Ja. Dhe tani jemi që po e prekim vetë. Ajo gjë që neve realisht na ndroi që goxha dhe ndjehemi mirë është që shkojmë që pjesa më e madhe e shqiptarëve janë goxha të organizuar me punë të tyre, të arritur prapë për do të thënë gjithë kjo sakrificë që ndoshta kanë bërë në jetën e tyre. Është përblyer në një anë. Ja. Po e di se këtu të ndihemi mjaft. Të ndihemi krenar sepse kanë arritur. Ja, e di se çfarë është se këtu në Amerikë ke opportunities. Edhe shikon, nuk ke shanse si zonë opportunities. Mundësi, domethënë edhe ne si shqiptar nga që kemi qenë, si mund ta them, të uritur jo në kuptimin e ngrënies, të uritur për në shumë gjëra. Edhe nga ku shikon kaq shumë opportunities, shanse për të dua ta kap dhe këtë, dua ta kap dhe turë. Pse mos ta kem dhe këtë, pse mos ta kem dhe atë, i shikon shumë të lehta. Jo, vërtet, për kaq vite gjithë shqiptarët kanë shumë të lehta për tu arrirë sepse janë mundësitë. E ke parasysh edhe po edhe një vizitë shumë të veçantë që ishte te kisha e Nolit. Ishte te kisha e Shëndjerit e Nolit në po. Ishte ndjesi e bukur atë. Ishte një vizitë shumë e veçantë dhe ndjesi shumë e bukur sepse pam nga afër aty sëriñ që kishim lexuar, arritëm, do të thënë prapë pa atë shprehjen atje, hajde në mos ki frikë se I ke djem në Amerikë. Do të thënë prapë kthehem nga pjesa që çdo pjesë e kulturës që ne kemi qenë të njohur, erdhëm dhe e prekëm pam. Dhe ndjehemi shumë të vlerësuar që u mundsua kjo lloj vizite në kishën e Shëndjerit dhe I falenderojmë shumë personat që treguan të gatshëm që domethënë ishte një vizitë enkas për grupin tonë. Hapën dyra sepse ishte mbyllur normalisht. Ishte mbyllur. Pse vajtet në një orë? Vajt në veshje. Nuk ishte. Kënduam, kërcyem atje në një gjë veçantë. Thash se mos vajt diell në mëngjes apo kur mbaj mesha. Kush ishte para 2-3 javësh mos ka bëj. Po ishte para 2-3 javësh ishte Peshkopi I Shqipërisë. A nuk e di se e kemi qenë ditës, Johani. Ishte Johani mbajti meshën tek ishte Bostonit. Ne një tjetër përshtypje se ne duke qenë se ne udhtojmë goxha dhe këto na janë bërë rutinë këto udhëtimet me grupin e kështu, po këtu gjetëm një mbështetje shumë të madhe nga gjithë ju që jeni këtu. Duke qenë se u gjetëm një mbështetje shumë të fortë sepse vinin te shmallëngjimi që kemi për telefon ku jeni. Na merrte për shembull një miku I merrte mua, një mik merrte Amelin, një mik tjetër merrte Elidonin, një mik merrte Nazifin, një ditë domethënë u konfuzuan, domethënë ore dalë si ti prit se do dal vetëm se kam pak se dua të them që domethënë na kanë dhënë ai shumë në dispozicion sa dhe ne jemi vënë shumë në pozitë. Duke qenë se unë kam vllai në Amerikë dhe e kuptoj pak të pjesën që puna koha e gjitha. Po të lësh një ditë këtu se ne në Shqipëri e lëm të vish ti, të gjithë si grup, të vinë nga mbrapa. Nuk e kemi problem. Jo të vinë. No, ja do ta shikoj, mos ja mirë, okay. Ja do të shikoj. Do ta shikoj. Se mos besnisesh. E besuan 2 fish më tepër që ti të lësh një ditë punë siç e ka lënë Eri 3 ditë punën për ne.
Po të lësh 3 ditë punën në Amerikë është shumë. Po E ka lënë dhe nuk na ka lënë asnjë moment ku do të Nga shkoni, mëngjesi na ka deri në shëtitur darkë. si Neri, si Klajdi, Është si zënë çik me shumë. gruan, po Po. e kam mirë kuptuar. Ja, erdhe atje, erdhe tek ajo që tha shumë tash. Na ka suportuar shumë. Ne Violi po ashtu do me Ne Violi, kur më ka thënë e Violi, kur më ka thënë e Violi, isha unë i nderuar, kisha kënaqësi au them me shpirt. Kur më ka thënë e Violi, qa thuaj, thash, unë Altin dua të kem dhe ty këtu, qa thuaj, thash. Më ishte kënaqësi nga ana ime që ti isha i pranishëm pjesa ti jau them me shpirt. Like, Do me thënë makinat i kishim dispozicion në të gjitha vendet. Kohën e tyre. e shaj që thot dhe Elidoni është ai malli që kemi për njerëzit. E ke parasysh? E vim te malli se unë kam 27 vjet pa qenë fare në Shqipëri. Fare. Pa qenë fare ku do të thonë. No, spet lap, kam 26, s'kam qenë fare në Shqipëri, asja kam iden ç'a shikoj na televizori, them na një nuse të dielave kur bëhemi bashkë, se ashtu, të dielën do bëhesh bashkë me Jeni familjen. martuar. Të dielën janë martuar, ankohen kot. Po sot është. Isho ku do e çoj dielën çojmi edhe e çoj atje se edhe një video në YouTube. Edhe nga Vlora, nga Durrësi, nga Tirana, i them ku do të çoj sot. E tak, pap, gjithë sot. Hajde mirë në Berat sot, s'kemi qenë Berat. Hajde i them, vjen në Berat sot. Mëngjes duke pirë kafen e mëngjesit, dielën, po se ka dhe nxjerrim lungomaren. E ke parasysh u kam ta sot Altini në thonjza më shumë e kam brez unë lungomaren se sa juve, në kuptim që aq shumë kam qenë. Aq shumë kam qenë. Edhe kur s'kishim makinë që zvinte babaja apo familja, më the tash, hypja trenit me shoqëri. Edhe iknim. E ke parasysh rinim te Aulona, që mos venim se s'ishim për të ikur, s'kishim me ç'a venim, rinim tek Aulona. Edhe ka jashtë mas e mirë. Vlorën, ja u theme, Vlorën e dua më shumë se vlonjatët. Po kot s'ka thënë ai, ju do ta bëni në Shqipëri. Se ne që jemi aty nuk e bëjmë. Do vini ju, do ktheheni ju dhe do ta bëni. Nuk e di, se di, atë shikojmë. Po shiko, kur martohesh, them edhe një gjë tjetër, kur martohesh, dëshirën e madhe jashtë mase për të kthyer. Kur dal në pension, sa bia i pensioni këtej veten në Shqipëri se jetoj më mirë. Po ishe i martuar, je me kalamaj, nuk e ke veten ti më në dorë. Bëj këto, po se... Se është vetëm gruaja, është like se ke veten dorë nga kalamajt, e di që e kuptua po nga smoni. E villojnë nga gruaja, e ke në kalamajt, do bëjnë ata, do bësh me një për e mbes, ajo do marton, e ngetë se... E themi se kënaqemi kur e themi, kur të vi pensioni do kënaqemi me ato që e themi, me mendimin, e ke parasysh. Tani do bësh biletën për Shqipëri sot ose s'ka. Duhet ta hapësh tani. Je, men, është Amerika është like ja u them po është shumë tajt, është shumë nuk ke as minutin, dhe kur vjen puna e ke parasysh je like dal të shtrihem çik apo dal të jetësojmë çik, edhe telefonin kur e ka për të bërë një telefon ta bëj tani, se bëj pastaj. E ke parasysh kur e bën pastaj, po, është ora 3. I ku ajo pas vajti vonë do ta bezdis, vajti ora 8, e ke bërë kalon ajo kështu edhe forget about it. O çuna. Të bëjmë një thirrje për gjithë. Po. Koktelin. Atë, direkt. O, shiko, unë mos shikoni se unë kënaqem, unë jam me një copë të Shqipërisë, jam me vendin tim. Janë më të bukura. Ku i thash? Me kë isha që i thash? S'maj më me kë isha. Altini... Ja në them, Për qa? Jo, së në gjova, po. Fike zgarë. Fike. Olla, po ja të porosit sa gjera, rini. Thirrje se na presin. Altin, Ku presin? Po na presin, shkoj ikën mirë. Nesër jemi tek Tomi, tek do ikën me pushime Ku? nëse Altini. Unë iki, unë kam qenë të javën këtu edhe nuk... Nesër, se pas nesër ikim. Se s'do vim akoma ne? Jo. Ore, ditë nuk kam mbushur, ore për zotin, nuk kam, jam bëra gati, kam marrë, thash,
I pimbit. Qa kem... Jemi do turp shumë ne, po pim ato bira që u liruam çike. U prallaj cora whisky, thash ti fucin e. Olla, po e di qa kënaj si e kam o Elidon, o çuna. Për ku jeni? Dhe ku do veni? Ju kam ftuar për darkë diku? Po të thash që nuk na kanë lënë një minutë. E marrë vesh, po... Ne kemi shtuar dhe 5, nuk ardhë në këtë forum në Amerikë. Jemi të zënë. Olla, po sado se të ngacmuan dhe atje të ngacmuan tek përpeshën, të ngacmuan, po ta theme ti kërceje më let në atër atje, kur kërceje në... Edhe ti ku ishe bukura, e atë doja të thoshja edhe atje, po kishe shumë njerëz po flisin, e u ktheva të thoshja, po thash lëre se po bëj muhabet gjithandeja edhe. Punë e provave që ja va në prova. Kur ke çik, edhe për shtypja e parë, kur nuk e njeh, për shkak kur nuk e njohin, edhe thon, ai do kërcej. Pupull. Edhe me pak pesh, po dhe pupull, ku ka gjë më të bukur kur e shikon çik që ka pak pesh, dhe është pupull. Janë ato vitet e përvojës që nuk kërcej me Na ka gjithë dhe me fortë kërcej me stil. I kam gjetur. Cut corners si thon këtu e bëj aty. Anën edhe nuk e kam problem fare. Na ka gjithë Belea kur kalon në kufi, se normalisht aty dhe kontrolli pyesin. Ai ishte e bukur. Artist që ai edhe përgjigjet anti thotë janë valltari, ne shkojmë valltar. Ishte në ambasadë për të marrë vizën, ishte një që vendosi gishtat edhe po më pyeste ajo. Tha, po ti më tha mo qa roli ke? Desha ti thosha një portier, po tash njerëzit do më gjejnë. Dhe thosha një ri brapa porte, po deri tash do më gjejnë jashtë, tash unë jam valltari. Po ati i doli që isha në punën që bëj. Ekonomist edhe më tha, po ti e këtu në del ekonomist. Tash po, ajo është puna, është realiteti. Ky është pasioni. Ky është pasioni, është hobi, është kënaqësia shpirtërore. S'është kënaqësia e xhepit, është kënaqësia e zemrës, e shpirtit. Dhe s'dhani dot. Ja, men, po edhe pa pasion, pa hobis, pa... Jemi zënë dhe ne, i kam thënë një këse nuk vi më. Apo me këtë ikon në mrat, po... Sa vin koncerti? Që mos bëj si... Pa lafe fare. Konkretisht ja si ajo me Neviolin, kur mori Neviolin, unë isha ple, kur them, dhe nuk piva fare as të shtunën që ishim tek çunat e Bostonit. As tek atje vetëm që isha, domethënë vetëm ambienti komuniko me një, komuniko me tjetër, lodhesh olla. Po kur më tha vite kjo, kur më thanë unë isha ple fare gjithë ditën në punë, kur më thanë Violi, erdha i thash. Kjo është like se lë dot. Po e di kur she bukura se zgjata, po do them edhe një gjë. E di kur she bukura dhe që e vlerësoj te çdo njeri, tani mos bëj si zgjuar, po kjo më tërheq. Ajo që the ti. Jemi zënë me njëri tjetrin kush nuk sihet, se ne jemi Ballkana sa 5 minutë që ne kemi. Po problemi është, po problemi është, pa folur. Po ja, kalon, shiko, kalon. Eksakt. Edhe në shtëpi, po Robin, gris rrobat e tij, o zgjen rahat me veten ova. Ka rëndësi që e kupton. Kalojnë 2-3 ditë apo diçka, papi një muaj takja, po ja ku jeni, ja ku jeni. Ja. Kërcesh në sken, se domethënë mos të flasësh me shift partner. Ta kërcesh në sken. Ku dala kjo legem më qeshera. Ato janë gjërat e bukura. Kjo është jeta, ja po t'ishte diçka tjetër do ta tregoje, no, po ja kjo është gjëja e bukur që krijojnë këto for remembering, këto që mbahen mend në jetë këto. Po kur vjen pleqëria e këto do ulesh, ç'a do kujtosh olla. Po s'bëren këto memories. Jo, po s'bëren më do shikon të tjerë. Do bëjmë çikse për vojë do themi. Po këto zgjedh në një atje do thuash ti e mban mend kur ja, shikoj, ja. I ftojmë të gjithë dëgjuesit të na ndjekin në Facebook dhe Instagram, ne kemi shoqata. Ja, se shumë me shoqata orës do gjejnë publikuar të gjithë aktivitetin e ansamblit që kemi. Ansamblit Amantia. I ftojmë që të gjithë që të na shkruajnë për çdo pyetje, çdo gjë që kanë lidhur me pjesën e folklorit dhe traditës që ne mbulojmë, që në këtë lloj forme kushdo që ka nevojë për informacion të krijojë dhe një rrjetëzim dhe lidhje. Dhe mbi të gjitha ne mund të na ndjekin dhe në kanalet tona të YouTube-it,
por nëse kanë dëshirë mund të nisin dhe video, gjëra gjatë provave që Dim do thoj za ato që dim, se masë me ansamblet për të cilat folëm që janë këtu, sepse ne nuk kemi shumë informacion për grupet e vallave popullore që janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. I ftojmë të na shkruajnë, të lidhin kontakt. Jemi të bashkëpunim tamam që kanë dohet gigante fare. Ruajtjen e traditës dhe identitetit ton kombëtar. Pse jo? Të lungohet, gjë e bukur dhe bëre mirë që harrove dhe e mbajtë mendje se po bani biseda po qeshim. Tani duke ne kështu i harrojmë shumë gjëra duke kaluar me shaka me gjëra për janë ca gjëra që vërtet që duhen patjetër. Jo të fliten, po të bërtiten që të dëgjohen. Se ne ruajmë një modesti që të gjithë bashk, kush ta njeh na njeh, themi kush ta njeh s'është problem, apo atë që bëjmë ne ata njerëz që e dinë le ta dinë. Nuk jemi nga ata njerëz që të bërtasim do me thënë, ne dim ta bëjmë shumë mirë, por nuk dim ta shesim shumë mirë. Ka njerëz që nuk din të bëjnë asgjë, po din ta shesin veten shumë mirë. Por prap, ata që din ta shesin shumë mirë dhe nuk janë asgjë, ata që e njohin. Do vi momenti do sfumohen. Do bëjmë një podcast të radhë, ta bëjmë online atë, ta bëjmë dhe pak më të mund ta përgatitur bëjmë me që pyetje jemi më. tek salla jon dhe mund të lidhemi. Kam çuna do vinë të bëj këto lidhjet se kam shumë, kam në Itali, bëjmë lidhje me kam qamet në Angli, në Greqi, kam jashtë mase, po kam këtu të aktorët e Fierit, që ka shok babai, se babai ka qenë aktor në teatrin e Fierit. Po e kemi, ka qenë dhe me teatrin e kukullave, më thënë kemi qenë, do me thënë, të artit. Mamaja pas t'i qere artësh dhe do bësh lullet tek torta. Edhe gjë e bukur fare, gjithashtu, dua t'ju falenderoj nga zemra, ishte një kënaqësi e veçantë dhe pse jo do mbajmë kontakt, jemi lidhur në Facebook, lidhëm, do mbajmë kontakt, do kalojnë 2-3 muaj, do futemi direkt online, bëjmë diçka të bukur se kjo ishte spontane, po ishte I love it, man. Edhe sikur ta kishim shkruar nuk do dilte. No, po me pleqerin isha qik pak me istepur, se janë dhe këshu ata e ke parasysh, po kur jam mos bëj gabim me të thuash pleqeria aty. Po drejta asaj rrugë jemi dhe ne, 50 vjeç, atëre kur I shikojnë më të rritur. Gje me çuna. Më të pjekur. Me çuna më të rritur, po kur je me çuna pasaj shaka. E themi realisht nuk janë pleqeri, sepse po shikosh energjia transmetojnë, humori që kanë është për të admiruar. Do të shpeshe ndjemi dhe ne më të lodhur. Ajo I mban gjallë, men. Ajo I mban gjallë me njëri tjetër. Më shumë se ne. Dhe më shumë energji se ne dhe kur shikoj domethënë jam unë plagë. Te kamera aty të përshëndesin gjitha. Ju keni qenë tërkohë, nuk s'kam qenë asnjë, ju keni që vetëm keni folur. Asnjë, është kënaqësi gjithashtu më jepni një minutë se dua t'ju falenderoj juve një radhë parë çunat e Bostonit se I kemi për komunitetin, I kemi njësha këtu, e ke parasysh bëj një punë të palodhur për komunitetin ton. Unë me sa mundësi që kam ndihmoj me gjithë grupet që vinë për komunitetin ton që kemi këtu. Faton Limanin duat që ishte në Harvard, se ka hapur një dritare shumë të vyer atje në Harvard për të gjithë artin shqiptar, dhe jo vetëm për artin, për traditën tonë edhe për të gjithë vinë njerëz nga arti nga Kosova, nga Malizi, është një dritare me shumë vlerë, se ka peshë shumë të madhe. E ke parasysh këtë tjetër duat përshëndes Neviolin. Nevioli gjigant. Po, Endrin, po. Marion e kemi gjigant, po me, gjithë. Më thoni se mos harroj na një, e ke parasysh. Po Mikeli erdhi nga Florida, nuk e njihja atje. Erdhi ditën që u nisëm ne. Bravo. Për 28 orë dhe është për të vlerësuar. Bravo. Çuna. Shumë faleminderit. Ju përshëndes jashtë masës, kënaqësi e veçantë, edhe do takojmë së shpejti. Online, edhe pse online? Prap këtu. Thank you nga zemra.